tani shkojmë me vrap tek sugjerimet për filma. I përmendim shpejt dhe pastaj futemi pak në thellë të secili. Mos harrojmë, jemi tek tema e komedisë. Mirë, do të nisim me Airplane i vitit 1980. Vazhdojmë tek i radhës, Totsi i vitit 1982. Vazhdojmë me Ghostbusters i vitit 1984. Vijojmë me Ferris Bueller's Day Off i vitit 1986. Dhe i fundit, por jo më pak i rëndësishëm, Coming to America i vitit 1988. Flasim shkurtimisht për secilin prej këtyre filmave të përmendur dhe të sugjeruar për ju në këtë të mërkurë të Kinotekës, po e nisim me Airplane i vitit 1980 me regji të Jim Abrahams, David Zucker dhe Jerry Zucker, një parodi e çmendur e filmave të katastrofave ajrore. E njohur për humorin absurd, linjat ikonike, një sukses i jashtëzakonshëm komercial me mbi $130 milion fitime dhe njëherëzi konsiderohet si një nga komeditë më të famshme të shekullit të 20. Kështu që nëse doni ta shihni, pse jo? Por jo më pak i tillë është edhe filmi i radhës Tutsi, vitit 1982 i Sidney Pollack. Dustin Hoffman, i madhi Dustin Hoffman luan një aktor të papunë i cili maskohet si grua për të siguruar një rol në televizion. Filmi është një komedi mjaft inteligjente me thellësi sociale mbi gjininë, identitetin, si dhe pati sukses të madh si nga ana e publikut dhe nga ana e kritikëve, duke u nominuar për 10 çmime Oscar, por dhe sukses financiar nga ana tjetër. Tutsi. Edhe ky është i rëndësishëm se si do vijoj pastaj të bëjmë filma të tjerë. Patjetër. Shkojmë tek i radhës, Ghostbusters i vitit 1984 me regji të Ivan Reitman. Një grup shkencëtarësh të pushuar nga puna, e ke parasysh kur mbetesh pa punë, s'ke çfarë bën, do gjesh një gjë tjetër për t'u argëtuar, edhe këta në këtë rast hapin një shërbim për kapjen e fantazmave në New York, e cila është një përzierje perfekte e komedisë me element fantashkencë dhe horror, po unë nuk e marr dot seriozisht sepse nga fillimi i filmit deri në përfundim shkakton të qeshura. Bill Murray është një prej aktorëve që luan dhe ndër të tjera, nëse do duhet të ndalemi tek fitimet që i përmenda edhe më herët janë të rëndësishme, ka arritur të arkëtoj mbi $290 milion. Po është e pritshme që të komedit do arkëtojnë sepse Namin ka bërë. Njerëzit i tërheqin. Mirë, vazhdojmë tek Ferris Bueller's Day Off i vitit 1986 i John Hughes. Një adoleshent karizmatik mashtron për të munguar në shkollë dhe kalon një ditë të paharrueshme në Chicago. Jam i sigurt që të gjithë kemi bërë këtë kur kemi qenë në gjimnaz. Jo në Chicago. Jo në Chicago, sigurisht, po dikush në Tiranë, dikush në një qytet tjetër. Filmi është kthyer në simbol të lirisë rinore me dialogje që kanë hyrë në leksikun e kulturës pop dhe e forcoi reputacionin e Hughes si mjeshtër i komedive për të rinj dhe adoleshentë. Shkojmë tek i fundit, Coming to America i vitit 1988 me regji të John Landis. Eddie Murphy luan princin Akem nga një mbretëri afrikane imagjinare me emrin Zamunda, që udhëton fshehurazi në New York për gjetur një gruaj që e do për atë që është dhe jo për titullin e tij. Diskutim shumë aktual edhe i ditëve të sotme. Është një komedi kult me disa personazhe të luajtura nga vetë Murphy, vlerësuar si një nga performancat më të mira të tij dhe me mbi $288 milion, se s'na i zëgoja të themi. Si kemi parë bashkat, aq lek. Dhe ndikim të madh në kulturën afroamerikane dhe më gjerë. Por ne nuk kemi vetëm filma, këtu kemi edhe libra. Sërish pikërisht do vazhdojmë te komedit. Është një libër shumë interesant, Viola, i cili është përkthyer edhe në shqip dhe ka një titull po kaq të çuditshëm. Gjyshi i rëndomt që u hodh nga dritarja dhe u zhduk. Kush ka i gjyshi? I Jonas Jonasson. Dhe po ashtu Zigzag e takimesh i vitit 2004 nga David Fuenkinos. Okej. Tani ky gjyshi i rëndom që u hodh një ditë bukur nga dritarja dhe u zhduk, bëhet fjalë për një plak rreth 100 vjeçar, një të moshuar rreth 100 vjeçar, i cili arratistet nga shtëpia e të moshuarve. Pak përpara ditëlindjes së tij kanë përshtypjen të 100, duke nisur një aventurë të çmendur që përfshin një valixhe me para, një grup gangsterësh dhe një rrugtim që përplaset vazhdimisht me historinë botërore të shekullit të 20 në kuptimin simbolik të fjalës. Gjithmonë një roman plot me humor absurd, satirë politike dhe një portret unik të njeriu që i shpëton gjithmonë fatit.
Kurse dikush tjetër do thoshte që po brezat atëherë hanin shëndetshëm, s'kishin. Po, prandaj shkonin nga 100 ca vjeç. Po. Shkojmë tek Iradës, zigzake takimesh e vitit 2004, një mozaik ngjarjesh të vogla që ndërthuren përmes takimeve të çuditshme, shpesh komike, mes personazhesh që në fakt në thelb të tyre kërkojnë të marrin kuptim. Dëshuri apo thjesht një lidhje njerëzore me stilin karakteristik të Funkinos, ironik, i butë dhe njëherëzi edhe filozofik. Romani hedh vështrime të mençura mbi absurditetin e jetës moderne dhe është përkthyer gjithashtu në gjuhën shqipe nga Edmond Tupja. Sigurisht.